Në kuadër të aktiviteteve të 35 vjetorit të lirisë së besimit që po organizohen nga Myftinia Shkodër, u bë promovimi i librit Lëvizja për rivendosjen e lirisë së besimit fetar në Shkodër 1989-1990 me autor profesor Dr. Bajram Gjafa. Janë jo pak por 15 vite të jetës që profesor Gjafa punoi për ta përfunduar këtë botim. Ai vëtheksin tek rëndësia që ka regjistrimi i ngjarjeve historike për të dëshmuar me argumente atë çfarë është jetuar dhe dëshmuar me shpresën që e keqja të mos përsëritet më dhe rezistenca ndaj të keqes të promovohet si vlerështuar në mesin e njerëzve. Filloi në vitin 1989, bashkë me kohën kur po bëshin ndryshime në gjithë Evropën lindore, edhe në Shqipërinë u kapluan nga kjo lëvizje. Shkodra ka qenë vendi kryesor i gjithë lëvizjeve në fakt, përparimtare, kulturore, masive. Në libër, unë trajtoj fillimin e lëvizjes për demokraci në Shkodër, por shkodranët bën edhe një lloj marifeti, sepse përballeshin me një regjim shumë të fortë, dhe vendosen ta kapin problemin nga lëvizja për ngritjen për instalimin e lëvizjes fetare, të lirisë fetare në Shkodër. Komunitetet kryesore që janë Shkodër, sidomos komuniteti musliman dhe komuniteti katolik, që janë komunitetet kryesore, e filluan të parët. Dhe trajtohet, kjo lëvizje trajtohet si në librin tim, në një mënyrë epike, se e tillë ka qenë fakt, ka qenë diçka shumë madhështore. Myftyu Imam Muhamet Sytari theksoi se përkujtimi këtyre datave është një moment reflektimi për të parë gjithë secili prej nesh marrëdhënien e tij me Zotin, për vlerësuar lirinë dhe për të mos lejuar nënshtrimin përpara të keqes. Dom Simon Juvani edhe Hafiz Sabri Koçi, të dy kishin dalë nga burgjet e komunizmit të errët, ose nga burgjet e errëta të komunizmit të zi. Triumfues, si për të na thënë Zoti i gjithësisë nëpërmjet shembullit të tyre dhe rezistencës së tyre, se çdo përpjekje për ta rënuar dritën e Zotit, thirrjen e tij, bekimet e tij, lidhjen me dashninë e tij, nga kushdo qoftë, në çdo kohë, nga e shkuara e sotmja e në të ardhmen, është një përpjekje e dështuar. Dhe se për herë shembulli i Hafizit ton të dashton, i dom Simon Juvani të Kishës Katolike, por jo vetëm, janë modele që na frymëzojnë për të mos e ul kokën asnjëherë përpara taborrave të iblisit, edhe bashkarisht me ecë përpara për të ndërtuar vendin, për të ndërtuar të sotmen, për të interesuar për rinin, për fëmijët, për familjen, sepse tash që jemi 35 vite pas atij momenti historik për të gjithë ne, sprova të çuditshme dhe pengesa të pallugaritura e sfida të reja na dalin përpara syve dhe përballemi me to. Ajo çfarë duhet që të kemi në ballë edhe përpara syve gjithmonë është mos më u shkput dhe mos më nda asnjëherë nga drita e Zotit, e nga bekimet e tij, e nga beslidhja e sinqertë me Zotin e gjithësisë. Të pranishëm në këtë aktivitet në bibliotekën Marin Barleti ishin intelektual, shkrimtar dhe besimtar protagonistë atyre ngjarjeve.